Përshëndetje të nderuar shikues, po fillojmë me përmbledhjen e ngjarjeve që shënuan javën që lan pas. Në shënim të përvjetorit të 27 të epopes së UÇK-s, krerët e shtetit kanë bërë homazhe në kompleksin memorial Adem Jashari. Ata nderuan sakrificën e familjes Jashari për liri dhe pavarësi. Pas homazheve, kryeministri Kurti, presidenti Osmani dhe zyrtar tjerë vizituan edhe kullën e Jasharajve. Për nder të 27 vjetorit të epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, rënies heroike të dëshmorëve të kombit të familjes Jashari, në krye me kryekomandantin legjendar Adem Jashari, në prekaz u mbajtën homazhe nga krerët shtetëror, presidentja Vjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti dhe kryeparlamentari Glau Konjufca e të tjerë. Presidentja Osmani tha se sakrifica e familjes Jashari mbetet frymëzim për rrugën për liri dhe pavarësi të Kosovës. Ata luftuan shumë më gjatë, se sa vetëm përgjatë viteve të luftës, duke u shndruar kështu në emblem të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe njëkohësisht duke i shndruar kullat e Jasharajve në simbol të një kalaje të lirisë, e cila edhe sot e mbron Kosovën, e mbron lirinë, pavarësinë dhe sovranitetin e saj. Ndërsa kryeministri Albin Kurti tha se 3 brezat të Jasharajve, gjysma gra fëmijë, u flijuan me 5, 6 dhe 7 mars 1998 për çlirimin e Kosovës. 3 brezat të Jasharve, 59 veta gjithsej, rreth gjysma gra e fëmijë, u flijuan me 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998 për çlirimin e Kosovës, për lirinë, pavarësinë dhe bashkimin. Epopeja e UÇK-s i dha një hov të pandalshëm kryengritjes dhe luftës çlirimtare, shpërthyen demonstratë gjithpopullore dhe solidaritet i papar historikisht ndërmjet shqiptarëve në Ballkan, por edhe gjithandej në Mërgat. E njëkohësisht edhe u vetëdijsua e ndërgjegjësua edhe publiku ndërkombëtar, edhe diplomacia botërore. Familja Jashari na mësoi se liria nuk fitohet pa dëshmorë, tha kryetari i Parlamentit të Kosovës Glau Konjufca. Familja Jashari është krijuese e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, është esenca e UÇK-s, e po ashtu e ka bërë edhe aktin më të lartë, aktin më sublim të sakrificës për lirinë e vendit tonë. Ata si familje e kam pas të mishruar në zemrat dhe në shpirtin e tyre një të vërtet e cila e ka shpëtuar popullin e Kosovës. E kjo e vërtet është se liria nuk fitohet pa armë në dorë, duke luftuar me armë në dorë, dhe nuk fitohet pa i dhënë dëshmorët e vet. Krerët e shtetit pasaj vizituan dhe kullën e Jasharëve, ku u pritën nga krye familjari Bacar Rifat Jashari. Me rastin e 8 marsit në Gjakov u organizua manifestimi i 4 me radhë gratë në kulturë. Panelistët të cilat diskutuan në këtë manifestim folën për rolin e grave në emancipim dhe shpalosën përvojat e tyre jetësore. Edicioni 4 i manifestimit Gratë në Kulturë u mbajt në foajen e Pallatit të Kulturës Asim Vokshi në Gjakov. Ky manifestim, i cili u mbajt për herë të parë në Gjakov, mblodhi gra nga të gjitha trevat shqiptare, të cilat kanë lënë gjurmë në fushat e tyre dhe kanë ndikuar në emancipimin kulturor në shoqërinë tonë. Besjana Mehmeti, profesoreshë muzikës, e cila është ideatore dhe organizatore e manifestimit, tha se Gjakova është zgjedhur sepse i ka dhënë shumë vendit në kulturë dhe në emancipim të gruas. Gjakova nga Ganimete Tërveshi, e cila 17 vjeçare edhe ai jeta në luftë për tokën e shejtë, për tokën tonë, e deri në luftën e fundit të ushtrisë shqiptare të Kosovës ka dhënë vajza luftëtare, dëshmore, heroina dhe thuhet një shprehje që kur arsimon një burr, një mashkull, e ka arsimu një individ, por kur arsimon një grua, e ka arsimuar një shoqëri. E gratë të cilat ishin në panel të diskutimit folen para të pranishmëve për rrugtimin e tyre në profesion e jetë.
Kujtohet fort mirë me shfaqjen Fishekun Paj, që ka trajtu pikrisht temën e gruas, të martesës, të vëzhgjërisë së femrës, e cila s'ka guxuar mos me qenë e virgjër në martesë, e ka marrë plumin me vete, ka pas të drejt burri me evra, do të thotë zakonet e malësisë, zakonet. Kështu që rrugtimi sa e kam kry shkollën e lartë, në faka më ka ra, jemi taku me Muharremin, kemi kriju një familje, edhe kemi rrugtu në Gjakov, në Mitrovicën, në Pej, në Ferizaj. Ajmona Dhome, cila ishte libreriste e pare operës Goca e Kaçanikut, tregoi për përvojën e saj para shumë viteve. Kam edhe një rast në Prishtinë, këtë 98-ën, është majtë një mbledhije madhe po mua të me vetë lypa mu angazhu me korin e Fakultetit Edukimit, atër ka qenë dhe shkolla nartë, edhe një potpuri valleve arbreshe, edhe kori. Edhe aty, për herë të parë, asnjëherë nuk kom dashur mi cek, po është kënu himni i Kosovës, himni shqiptar. Edhe në ndalen rrymen këta sërbë, edhe në në për qashtu tërë, po s'ka mujtë kush aty, ajo sala madhe, po qështu për studentëve për jasi. Edhe mu, kër u bo që kanë marrë pak vesh jashtë, ati më ka shpëtu populli, më kanë marrë në për durë, në për mshef, këtë terë dhe shpetova. Drejtoresha e arsimit në Gjakov, Eranda Kumnova Baçi, në emër të komunës së Gjakovës, tha se është e lumtur që ky organizim është mbajtur në Gjakov. Ju falenderoj pa mas për përzgjedhjen e komunës tonë në manifestimin Gratë në Kulturë, edicioni 4, i cili ka mbledhur personalitete nga disa treva tona. Dhe bashkë me personalitetet, sot na janë bashkangjitur edhe gra dhe vajza nga komuna për të kaluar momente më të bukura së bashku. Për të gjitha gratë që sot janë prezente këtu dhe për të gjitha ato të cilat nuk janë sot këtu, urime 8 marsin. Qofshi me shëndet e me shumë suksese në të gjitha fushat tuaja që punoni. Edicionet e kaluar të këtij manifestimi janë mbajtur në treva tjera shqiptare. Në manifestim u kënduan dhe këngë të ndryshme dhe u shfaq një program i pasur artistik. Procesi numërimit të votave tashmë ka përfunduar. Materialin e vazhdim në një me 10 kandidatët nga Gjakova që garuan në listat të ndryshme dhe që arritën të marrin më shumë vota në qendrat e votimit në Gjakov. Procesi numërimi të votave tashmë është përmbyllur tërësisht. Në grafikën e më poshtë me gjeni votat e 10 kandidatëve më të votuar nga Gjakova, të cilët kanë qenë pjesë të listave të partive të ndryshme politike. Rezultatet përfshin të dhëna nga qendrat e votimit brenda qytetit si dhe fshatrave të komunës së Gjakovës. E para renditet Mimoza Kusari Lila nga Lëvizja Vetëvendosje, e cila në qytet mori 8.494 vota, në fshatra 1.426 vota dhe gjithsej grumbulloi 9.920 vota. Agon Batusha, po nga Lëvizja Vetëvendosje, renditet i dyti, i cili në qytet mori 7.404 vota, në fshatra 1.312 vota dhe gjithsej grumbulloi 8.716 vota. I treti renditet Agon Dobruna, po nga Lëvizja Vetëvendosje, i cili në qytet mori 6.759 vota, në fshatra 424 vota dhe gjithsej grumbulloi 7.183 vota. E katërta me radhë është Arbëria Nagavci, po nga Lëvizja Vetëvendosje, e cila në qytet mori 6.112 vota, në fshatra 416 vota dhe gjithsej grumbulloi 6.528 vota. Po nga Lëvizja Vetëvendosje, Ardia Angola renditet i 5-ti, i cili në qytet mori 5.808 vota, në fshatra 655 vota dhe gjithsej grumbulloi 6.463 vota. E gjashta renditet Artane Rizvanoli Berisha, po nga Lëvizja Vetëvendosje, e cila në qytet mori 5.961 vota, në fshatra 377 vota dhe gjithsej grumbulloi 6.338 vota. Po nga Lëvizja Vetëvendosje, Dafina Gegja Bunjaku renditet e 7-ta, e cila në qytet mori 5.672 vota, në fshatra 327 vota dhe gjithsej grumbulloi 5.999 vota.
Ardian Gjini nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës renditet i teti, i cili në qytet mori 2216 vota, në fshatra 3118 vota dhe gjithsej grumbulloi 5334 vota. Diana Qarkagjia nga Lëvizja Vetëvendosje renditet e nënta, e cila në qytet mori 4475 vota, në fshatra 255 vota dhe gjithsej grumbulloi 4730 vota. I 10 renditet Shëfqet Shehu nga Lidhja Demokratike e Kosovës, i cili në qytet mori 1516 vota, në fshatra 1905 vota dhe gjithsej ka grumbulluar 3421 vota. Kryqëzimi i rrugëve Ymerpula Bujaroka tashmë është kthyer në njërin ndër vendet ku më së shpeshti ndodhin aksidente, pavarësisht këtij fakti aty ende nuk janë vendosur semaforët e planifikuar me projektin e ndërtimit të rrugës Bujaroka. Kryqëzimi i rrugëve Ymerpula e Bujaroka tashmë është kthyer në njërin ndër vendet ku më së shpeshti ndodhin aksidente, në vazhdimsi nga qytetarët të shkërkuar një zgjidhje tjetër pas shenjave të komunikacionit, siç do të mund të ishte vendosja e semaforëve apo e rreth rrotullimit. Në përgjigjen e kohëve më parë nga Komuna e Gjakovës, për televizionin patën thënë se vendosja e semaforëve në këtë kryqëzim është e paraparë të bëhet, por se e njëjta do të duhej të ndodhte pas përfundimit të tërësishëm të projektit. Kompania kontraktuar është vënuar jashtëzakonisht në përfundim të projektit, por çka ka marrë vërejtje a është paralajmëruar për shkëputje të kontratës, një përgjigje për të kuptuar zhvillimet në lokacionin e fjale kërkuam edhe sot, por deri në transmetim të materialit nuk arritëm ta sigurojmë. Këtë javë kanë filluar punimet në rehabilitimin e tërësishëm të rrugës tranzite në qytetin e Gjakovës. Deri në përfundim të punimeve, komuna u ka kërkuar pronarëve të riorganizojnë veprimtarinë e tyre. Projekti në fjalë do të kushtojë mbi 5 milion euro. Kanë filluar punimet për rehabilitimin e tërësishëm të rrugëve Adem Jashari, Luan Haradinaj dhe Abdullah Babalia, apo e njohur edhe si rruga tranzite e qytetit. Në këtë segment rrugor pritet të ketë ndërprerje të kopaskoshme të qarkullimit të mjeteve motorike. Për shkak të punimeve nëntoksore e sipas kësaj ngecja në trafik gjatë kësaj kohe do të jetë e pashmangshme. Sipas informatave të publikuara bëhet e ditur se punimet në këto rrugë do të përfundojnë shumë shpejt. Rehabilitimi i kësaj rruge përfshin rregullimin e tërësishëm të rrjetit nëntoksor të ujrave të zeza dhe atyre atmosferik, rrjetit elektrik dhe atij të ngrohtores, ndërrimi i gypave të ujësjellësit, ndërtimi i trotuareve të rinj, shtigjeve për biçikleta, asfaltimi, shenjëzimi, ndriçimi dhe gjelbërimi i tërësishëm i rrugës. Ky projekt ka vlerën e 5.7 milion eurove dhe pas përfundimit të punimeve këto rrugë do të shndrohen në rrugë qendrore. Kontrollimi i komunikacionit rrugor përmes dronëve po shihet si një mundësi e mirë për të identifikuar shumë gasës që bëjnë shkelje në komunikacion. Një kontroll me dron është bërë edhe këtë javë, ku ekipi ynë ishte i pranishëm në terren. Janë duke shikuar për shkeljen e rregullave në komunikacionin rrugor. Policia e trafikut në drejtorinë rajonale në Gjakov po përcjellin gazesit përmes dronit për shkelje në komunikacion, që ata bëjnë në komunat e Ravecit, Gjakovës dhe Maleshevës. Komandanti i trafikut Albin Saçia tha se kjo është në kuadër të planit operativ që janë duke aplikuar. Si objektiv janë identifikimi kundërvajtjeve që ne konsiderojmë të rrezikshme pra tejkalimet në vendet e ndaluara, mosbajtja e distancës dhe kundërvajtje tjera që janë si shkaktare kundërvajtjeve dhe shkaktojnë edhe aksidentet me lëndima apo me pasoja të rënda. Planin e fjalë do të zgjatë derisa të arrijmë efektin e dëshiruar në sigurinë rrugore që ne mendojmë që kemi arritur, domethënë në parandalimin e aksidenteve dhe ngritjen e sigurisë rrugore. E patrullime janë duke bërë edhe me makinat e cilat janë të pajisur me radar dhe bëjnë matjen për tejkalim të shpejtësisë. Ne jemi duke vazhduar në vazhdimsi edhe me patrullime tjera me automjetin inteligjent, ku si objektiv, si qëllim është identifikimi i mjeteve të cilët nuk e kanë mjetet të regjistruara, po ashtu është rëndësishme që çdo ditë jemi duke vazhduar dhe patrullimin me automjetin me radar mobil, i cili është instaluar në automjetin e policisë dhe si qëllim është identifikimi i mjeteve të cilët e tejkalojnë
shpejtësinë e lëvizjes. Kapitan Sarcia gjithashtu tha se përmes këtij plani operativ synohet që të zvoglohen shkeljet në komunikacionin rrugor dhe të rritet vetdia e të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion. Shqetësimet për mungesën e barnave në barnatorët e qytetit po rriten nga dita në ditë, edhe pse rezervat po e bëjnë disi të menaxhueshme këtë situatë. Kështu bëri të ditur farmacisti John Gega. Sipas tij, fajin për gjithë këtë problem ka tendenca për zbatimin e ligjit për unifikimin e barnave. Ligji për unifikimin e çmimit të barnave nga dita në ditë po sjell mungesë të barnave në vend. Kjo situatë ka filluar të ndjehet shumë, pasi po cënon edhe shëndetin e shumë prej pacientëve. Kështu ka bërë të ditur farmacisti John Gega. Mungesa e barnave është për shkak të fillimit të aplikimit ligjit për çmimet e barnave. Është marrë një vendim i Ministrisë së Shëndetësisë se me të parën shkurt fillon aplikimi i ligjit për çmime. Ne kemi kërkuar që me të vërtet Ministria e Shëndetësisë të jep një afat tranzitor barnat që janë në stosje të shkojnë me çmimet e vjetra dhe mos të ketë probleme me furnizimin me barna që ka filluar të ndihet më të madhe. Momentalisht, situata më kritike është me infuzione, do të thotë që mungojnë pothuajse gjithë territorin e Kosovës. Duhet merret një veprim sa më shpejt që më të kesh mungesa, mos rrezikohet jeta e qytetarëve. Rezervat e pakta të barnave po e zvoglojnë sadopak mungesën, por ato shumë shpejt mund të shpenzohen dhe situata do të bëhet vështirë e menaxhueshme, tha farmacisti Gega. Për momentin kemi pak rezerva, e intentojmë menaxhu që për rastet urgjente i kemi në dispozicion për qytetarët tonë. Për momentin ka edhe pak rezerva, por jemi në komunikim edhe me depot që sa më shpejt na sjellin barnat dhe mos rrezikohet jeta e qytetarëve. Ai shpreson që Ministria e Shëndetësisë në këtë situatë të jap hapësirën e duhur për farmacistët, që barnat në stoqe të shiten me çmimin e vjetër. Prokuroria themelore në Gjakov përmes një komunikate ka bërë ditur se ka ngritur akt akuzë kundër 5 personave për keqpërdërim të pozitës apo autoritetit zyrtar. Prokurori çështjes me rastin e ngritjes akt akuzës i ka propozuar gjykatës që të pandehurit të shpallen fajtor dhe dënohen sipas ligjit për veprën penale e cila ju vihet në barë si dhe të shqiptohet dënimi plotësues. Departamenti për krime të rënda në prokurorinë themelore në Gjakov ka njoftuar se ka ngritur akt akuzë kundër të pandehurve me inicialet HQ, MU, SM, ZV dhe AH për veprën penale, keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar. Të pandehurit në një datë të pasaktuar e deri në fillim të muajit qershor të vitit 2024 në cilësinë e personave zyrtar pranë kompanisë rajonale të ujësjellësit KRU Gjakova, Dega në Rahovec, kanë shfrytzuar detyrën apo autoritetin zyrtar, duke i tejkaluar kompetenca zyrtare. Me qëllim të përfitimit për vete apo personin tjetër dhe në dëm të kompanisë rajonale të ujësjellësit KRU Gjakova, ata kanë kryer shërbime në komunën e Rahovecit, tek qytetarët e saj, gjatë orarit të punës dhe jashtë tij, pa dijenin e kompanisë. Në këto raste, të akuzuarit kanë shfrytzuar kamionin, eskavatorin, derivatin dhe materialin e nevojshëm për kyçjen e ujësjellësit të qytetarët, duke kryer shërbime me pagesë nga 350 deri në 2.000 euro. Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës i ka propozuar gjykatës që të pandehurit të shpallen fajtor dhe të dënohen sipas ligjit për veprën penale e cila ju vihet në barr, si dhe të shqiptohet dënimi plotësues, ndalimi i ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose shërbimin publik. Brenda 10 muajve pritet të përfundojë i plot projekti për restaurimin e kullës së Sulejman Vokshit. Ky projekt sipas Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore do të kushtojë 237.000 euro. Kulla Sulejman Vokshit, një nga monumentet më të rëndësishme historike në Gjakov, po i nënshtrohet një procesi të plotë të restaurimi me qëllim ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore të qytetit. Kjo kull ka një vlerë të veçantë historike, pasi dikur ishte rezidenca patriotit Sulejman Vokshi, një nga figurat kyçe të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Sipas Diamantasin, nga Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore, i cili përmes një mesazhi telefonik ka konfirmuar detajet e projektit, punimet për rikonstruksionin
stadionit në Kullës kanë filluar në shkurt të 2025-s. Ky projekt po realizohet me një kontratë në vlerë prej 237.000 euro. Restaurimi pritet të zgjasë 10 muaj, duke synuar që objekti të rikthehet në një gjendje sa më të mirë dhe të ruaj vlerat e tij historike dhe arkitekturore. Ky investim në restaurimin e Kullës së Sulejman Vokshit vjen si një përpjekje institucioneve për të ruajtur monumentet historike dhe për të promovuar turizmin kulturor në Gjakov. Kulla, e cila ka një arkitekturë karakteristike të periudhës osmane dhe një simbol i rëndësishëm i qendresës dhe historisë shqiptare, do të ofrojë mundësi të reja për vizitorët dhe studiuesit që duan të njohin më nga afër trashëgiminë e pasur të qytetit. Ata shpresojnë që pas përfundimit të punimeve, kulla të shërbejë si një qendër rëndësishme për promovimin e historisë dhe kulturës shqiptare, duke bërë një destinacion i vlefshëm për vizitorët vendas dhe të huaj. Në bibliotekën Ibrahim Rugova në Gjakov është mbajtur akademi përkujtimore për pedagogun dhe veprimtarin Tom Gjokaj. Të ndjekim një përmbledhje të diskutimeve nga kjo akademi. Sot është mbajtur akademi përkujtimore për nder të pedagogut dhe veprimtarit Tom Gjokaj. Ai është përkujtuar me 7 mars ditën e mësuesit në bibliotekën Ibrahim Rugova nga pjesëmarrës të shumt nga vendet shqiptare për kontributin e tij. Angel Berisha, shkrimtar, tha se është nder që për veprimtarin dhe mësuesin i cili kreu shkollën në Gjakov të mbajnë këtë akademi. E liria vërtet ka emër, por ka shumë emra. Ka emra, personalitete edhe ka sakrificën. Besoj që fryma kombëtare që ka ndjekur vetë Toma, atëherë meriton që këtu në Gjakov, në Kosovë, pse në Gjakov? Nëse dikush do më po pyetje pse në Gjakov? Erdhi nga Malësia, nga Trijeshi, Malësia madhe dhe në Gjakov mori mësimet e para normale bashkë me vllajën Zefin që janë të pranishëm dhe jo vetëm këta. Palcanaj nga forumi i intelektualëve Lojz Gorakuqi në Ktin tha se Tom Gjokaj ishte një nga pishtarët e ndriçimit të mendjes, i cili duhet të përkujtohet në këtë ditë. Një prej pishtarëve të përhapjes së dritës dhe ndriçimit të mendjes përmes arsimit ishte edhe mësuesi dhe veprimtari Tom Gjokaj, figurën e të cilit po përkujtojmë sot. Të dhënat e studiosëve, të cilët merren me ndriçimin e figurës së Tom Gjokaj, pohojnë se ky intelektual shquhej me veprimtarinë e tij patriotike në vendlindje dhe çdo kohë ku punon të dhe ndodhej. Ndërsa pas largimit nga vendlindja, dëshmohet me veprimtari të dalluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili përmes aktivitetit të tij të parreshtur ka dhënë një kontribut të rëndësishëm lidhur me aspiratat për lirinë e Kosovës dhe për çështën shqiptare në përgjithësi. E shkrimtari Prend Buzhala tha disa fjalë për jetën dhe biografinë e Tom Gjokajt. Me anë të kësaj akademie përkujtimore që i kushton mësuesit, veprimtarit dhe adetarit Tom Gjokaj, tu përmend i linë për Ministrinë e Shkollës 47 Mozhec të jeshit Malësis, ku i mori edhe mësimet e para, kurse shkollën normale para ka kryer në Gjakov, ndërsa studimet universitare ka ndjekur në Universitetin e Prishtinës. Tom Gjokaj u vra nga shërbimet antishqiptare me 1991 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët në atë kohë vetëm kishin shtrirë për ndjekjet dhe vrasjet edhe përtej Atlantikut. Ndoqet përmbledhjen me disa prej ngjarjeve që karakterizuan javën që lan pas në Gjakov, ndërkohë ju vazhdoni që ndroni me programin ton. Mirëmbëngjes.